Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Unë jam Virgji Bazelli. Në studio kemi të ftuar profesor Pullumpi Linçi. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Profesor, në festën e fitores së Partisë Socialiste nuk kuptojmë, ka një mungesë entuziazmi. Si e shpjegoni? Mi mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, shqiptarët e mi kudo që ndodheni, e di që mendjen e kini në tokën e Shqiponjave, sepse ka 2 muaj në përpiqen 2 partitë anti-shqiptare, do zgjedhemi, njëra thot do fitoj unë, njëra tjetra, po thuaj të dyja të njëjtë. Të dashur shqiptar, ai shikoni fotografinë e kryeministit të Shqipërisë, që quhet Edi Rama. Dhe këta janë kryesorët të Edi Ramës. Ai shikoni fytyrat, janë fytyra gëzimi, janë fytyra që martojnë një njeri, apo janë fytyra hidhërimi dhe para fytyrave të tyre ka një person që duket tamam si gjenaze. Për të rinj që s'kuptojnë, një fytyrë që duket si i vdekur, nuk di se ç'flasi, ka 2-3 muaj, nuk di si të vishet, dhe ai shihni këta me radhë. Ai shihni me buzët e kuqe, me gjaketë të bardhë, mira dollarë, me këmishë, qindra e qindra dollarë, me vedh floriri që si ka patur as ema dhe as jati, kjo është zvenc kryeministrja. Shikoni sytë si e ka. Mendon, thot, tërë ato që unë kam vjedhur, si u bë kështu. Mendon, unë kam punuar në Greqi, duke pastruar plakat e plejtë, unë tash i fle mbi miliona e miliona dollar. A e shihni gjafën, është thinjur. Mendon, unë kam qenë jurist dhe kohën e Enverit, unë dola në fotografi me Enverin, duke buzë qeshur, po unë tash jam bërë me vila, po gradec, e kudo. Të shkretat, kudo vjen ato të mia. Dikur, ai s'ka patur brek të vishte. Ai shikoni këtë korçar në fund, ka qenë në Gjermani, pastronte rrugët e Gjermanisë, korçari, 2-3 herë ministër, jam tregtar, thot, që nuk e nje tregëtin. A i shihni të gjithë të fytyrat të dashur bashkëdhetar, besnikët e Edi Ramës. Pra, të gjithë pyesnin dhe thoshin, po mirë, të gjitha ambasadat Dual dhe Uruan, ato ambasada që erdha ata ministrat para një kohë të dashur bashkëdhetar shqiptar, hanin e pinin gjakun e shqiptarve. Rrinin në vilat që kanë ngritur, por në tokën e Shqiponjave. Në atë tokë që janë vrarë me shekuj, për të çliruar Shqipërinë. Në atë tokë që kanë qarë nënat tona, duke vojtur, duke punuar në përferma e kooperativa me bukthat, dhe sot ato marrin një pension $80. Të dashur bashkëdhetar, prisnin pa durim. Pse ambasada nuk ka dërguar dhe nuk ka uruar dikundi? I lutem shumë. Profesor, populli nuk është i qartë për deklaratën e ambasadës amerikane. Si mund ta kuptojnë shqiptarët? Të dashur shqiptarët e mi, u kam thënë gjithmonë, unë kam erdhë për të çliruar Shqipërinë nga 3-4 dekada që vivuani. Gjithë prisnin dhe thoshin ambasada amerikane nuk po kthen përgjigje. Unë u thash dhe dje, por gazetat e mbrëmshme që printoshin në mes të natës dhe sot u gëzhin
ata të quajtur gazetare analista që dje ishin bashkëpunëtorët e Ministrisë të Brendshme, kanë 3 dekada që marrin mira e mira dollar, që bëjnë propagandën gjoja si kur janë 2 parti të veçantë. Ato janë të bashkë me ta. Ja pra edhe ambasada amerikane e nxori. Dhe ju e lexoni vetë të dashur shqiptar. Ja pra ti shkojmë gërm e fjalë më fjalë. Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet e parlamentit dhe presim të vazhdojmë me partnerët tonë të ngushtë me Shqipërinë. Do të thotë gjithmonë fjala popull në botë është populli e tij. Do me thënë, njerëzit që nuk dinë se ku votoni, njerëzit që kanë votuar për 32 vjet, nuk e dini ku e hidhnin atë shkret vot. E dini që votë e tyre lexoshe. Në të kundërt, nuk është lexuar. Ai popull është. Edhe ai popull doli 10% që nuk dini ku e hidhin votën. Po kur e lexon këtë lajmërim, zije për Edi Ramën që ishte i nxirr, thot kemi kontratën me shqiptarët, me Shqipërinë. Do të thot me Shqipërinë me kufin natyror të dashur bashkëdhetar shqiptar. Ashtu e kam përbuzur jurikimin, i thoshin kimete me ironi. Pra, edhe në Amerikë, e shqiptarët, e ata që duan kombin e Shqipërisë, dim ironi. Ja pra kjo është me ironi, që të dy ju partit të shkoni në dreq, të mos ekzistoni me, sepse jurikim u tha, të dyve parti duhan i barë. Pra, por nuk do vetëm që të hanë barë, që ha barë, do psohesh. Jo. Kanë litarët për të arrestuar e për të hequr zvarë të dashur bashkëdhetar shqiptar. Pra, ky është lajmi i Amerikës. Unë thash dhe u kam thënë dhe përsërit. Unë jam dikushi, edhe si familje dhe si person. I kam dhënë këtij kombi Shqipërisë, i kam dhënë dhe kombit amerikan, stërgjysht e mi, gjyshi tim, i matë, dhe unë i fundit që kam ngelur vetëm për kombin tim. Pavarësisht se unë kam familje, kam vëllezër, kam djem, por unë kam një mision, kam një amanet, nga presidenti i parë më ka lënë i gjysh para se ta vriste komunizmi, amanetin e ambasadorit të parë 1922, amanetin e Bushit, presidentit të Amerikës, dhe Bushi e donte Shqipërinë të lirë, ka erdhë shumë herë, dhe i biri si president erdhi në fushkruj, doli jashtë me këmish të bardhë. Tamam, doli në vendin e vetë. Pavarësisht se në atë kohë të dashur bashkëdhetar shqiptar e lidh me këtë deklarat, president, kryeministër, më falni, ishte Berisha. Dhe generali ishte presidenti i Shqipërisë, generali Enveri, generali 3 dekadave, që kështu e kanë zakon, plira mbas plira, ase mori lej, vajti në fushkruj, edhe unë kam qenë, vajti në tokën e vetë, pavarësisht se Berisha bashkë me generalin që e bën president duke lojtur letra dhe e ullë në presidencën, mujsin, duke lojt letra. Pra,
e hapën sikur gjoja i vodh orën presidentit të Amerikës. Për ta ullë autoritetin, ashtu si kanë munduar për 30 vjet të ullën Amerikën dhe të ngrenë sërbët, grekët, francezët dhe englezët. Armik tonë shekullor. Po nuk ja dalën dot. Unë u kam thënë gjithmonë të dashur shqiptar, u kam folur fjalët e vërteta, është një Zot në ajër o në tokë, çdo njeri beson fenë e vet, po të dashur shqiptar, ai Zot në ajër, në tokë, në det, kudo në këtë rruzullim toksor, e ka emrin Amerika. Amerika është me shqiptarët, me Shqipërinë, po me gërma, me Shqipërinë. Apo jo mora gronllaka. E a e di mirë Shqipen, thua? Po patjetër e di më mirë se ty, sepse di gjuhën e spionazhit. Pra të dashur shqiptar, letrën që prisin nga Amerika doli. Po nuk kam thënë diçka tjetër, që arrestimet do beshin para zgjedhjeve. Por, ashtu vajti puna, se ne nuk ngutemi. Ne nuk bëjmë qa në thonë të tjerët. Ka një plan. Tamam si kur bën një shtëpi, bën themelët, hedh muret, bën çatin, dhe plani tim prej 90-s ishte dhe është për të bërë qeveri teknike. E dini pse dashur shqiptar? E shihni këtë program, kam mundësi ta afroni kamerën? Ky është programi kushtetuta e Amerikës. Ky është një kushtetut tamam si kanuni i mërtitës që në fushkruj e deri në kufi me sërbët. E kam fjalën krahinën tonë Kosovë. Pra kjo do bëhet në Shqipëri, është përkëthyer në Shqip. Ka një ligj, ka një rregull. Pra kjo është për 3 muaj. Për të thënë populli shqiptar, a e doni këtë kushtetutë? Apo doni këtë kushtetutë që do hedhëm në kosht të plerave? Që kjo kushtetutë u jep $80 në muaj pensionistave, i ban policat slev, u jep $600 dhe bosat e tyre marrën nga 5.000, 10.000, 20.000. E nëse ti do të bëhesh polic, duan $100.000. Ja pra kjo kushtetut i ka lënë arsimin qëllimisht pa bukë, të largohen, të marrë rrugët e botës, të shkojnë matan detit. Pra kjo kushtetut e qelbur, që e bëri Sërbi, e gjoja Venecia, do pyesëm Venecën e? Në asnjë mënyrë. Ne pyesëm vetëm shqiptarët e mi, a e doni këtë kushtetut të dashur bashkëdhetar shqiptar? A e doni këtë ligj që është i barabartë si ai që është president dhe ai që është punëtor i thjesht, është njësoj? Nëse ti vjet $100 në qeveri ti dënohesh 70 burg? Kjo është kushtetuta. Tamam, si dikur kanuni, ka qenë kanuni burrave. Vendim, ka pat lezet, ka pat dasma të rregulla, gëzoshin kur e martonin vajzën e djalin, duan që në tokën e Skënderbeut, si që bëri ai kryetari i bashkisë që martovi 2 femra, turpi botës. Pra kjo kushtetut dohet në tokën shqiptare. Pra, këto janë për 3 muaj. Dhe tjetra, e dyta është që të zgjidhen 80 deputet direkt nga shqiptarët, tjetë nga i krahin, nga i qytet, i emëruar ballë për ballë me shqiptarët. Tjenë 80 deputet dhe 41 senator. Do me thënë, të zhgojnë ligjin, kushtetutën të mos deformohet. Tjenë jurist, ekonomist. Dhe e treta, do tjetë
me 3 drejtori. S'do të ketë ministri të brendshme. Ajo ministri e mallkuar që ka vrarë shqiptarët për 46 vjet me regjim bolshevik, me në krye çobanët, nga çobanin e bënin general. Pra, ajo kushtetut e komunizmit vrau shqiptarë. Dofta nuk u vjen mirë disa, atë do të bëjnë VC me 4 dyer për publikun e Tiranës, të Tiranisë të dikurshme. Do bëhen 3 drejtori të dashur bashkëdhetar. Drejtoria e policisë, mos keni hall të dashur policë. Ju do gëzoni familjet tuaja. Ju do pagueni aq mirë, nuk do hiqeni nga puna. Po duen më policë. Të ri, po që mbi moshën 20 vjet, ka të drejtë të hyjë policë si në Amerikë. Dhe për 20 vjet, merr pensionin, të punoj ku të ketë dëshirë, të hapi tregti ku të doj. Çfarë do të doj të bëj? Dhe drejtoria e dytë do të jetë drejtoria e FBI-s, do të quhet eksakt FBI-ja shqiptare. Jo kjo që është sot. Pra, dhe e treta më e rëndësishmja është drejtoria e inteligjencës. Unë u bi thirrje gjithë shqiptarëve kudo që janë, jashtë e brenda. Të jenë fizikisht, të jenë në rregull nga mendja, të jenë trupa të rregull, të kenë shkollë, të vinë të regjistrojnë sa më parë. Ne kemi gati. Po ashtu, edhe në FBI. Duhet të jenë ekonomist, duhet të jenë jurist. Do të thotë, si tani, që kanë arrestuar Ilir Metën e tjerë që do arrestojnë këto ditë me qindra, byroja kombëtare që quhet sot, do të jetë FBI-ja, sidomos kjo byroja kombëtare i ka mbushur dosit. A e dëgjoni një farë avukati nga Fieri që kërkon të mbroj Ilir Metën dhe thot, pa i s'është avukat. E thot ka 160 flet. Jo mori, zotni, jo mori jurist me diplomë falso. Ilir Meta, Sali Berisha, Edi Rama, zëvendës kryeministrja, me qindra të tjerë, a i disa dosje kanë të dashur bashkëdhetar? Një makinë nuk është plot. Një dhomë 4 metro me 4 metro është dosje tyre. Dosje krimit. Dosje 32 vjetëve. Dosje naftës, që është punë sërbë. Dosja e piramidës. Dosja e 97-ës që janë vrarë vi 5.000 veta. Dosja që prishën fabrikat që i bën të burgosit të intrenuarët, të rinj, të rejat që bën e Kurodhën, që kanë prishur dhe Kurodhën, qëllimisht që të përdorën makina dhe të blenë naftën nga $2, që ajo kushton as 10 cenca, që është në tokën shqiptare. Për shembull, se Kosova e ka $1, e merr nga Shqipëria. Dhe Shqipëria ka $2, sepse shkon në xhepin e kryeministrit, në xhepin e zëvendës kryeministrit, në xhepin e PD-s, në xhepin e PS-s. Por ku do t'i shpjen? Parat që kanë fshehur në idim, do t'i kini ju të dashur shqiptar. Do t'i kini ju të gjithë. Profesor, a priten arrestime të tjera masive si në Durrës? Zonja gazetare, jo vetëm gazetaria reale, gjithmonë bën këtë pyetje, po gjithë shqiptarët, i madh dhe i vogël. Është bërë tamam si prallë që i tregojnë një fëmijë dikur të vogël që ta zinte gjumi. Nuk i zë gjumi shqiptarët në për kafene, në rrugë, në dasma, në hidhërime,
njeri me tjetrin. Amo, që ben? Ose është arrestuar njeri? Kjo është me çdo gojë të shqiptar. Dashur shqiptar, rini të qetë. Ma mbani mend si thoshte Enver Hoxha, ne e zem armikun me qerre. Pra, atë fjalë a e zinte me dru. Kurse ne binte e shqiptarëve kemi program. Dhe ai program shkon atë minutë që mbaron. Ka mbaruar. Zonja gazetare nuk janë një për të arrestuar. Nuk janë 2 e 10 e 10 të tjerë, po janë qindra. Dikush mund të thotë pse janë qindra. Për 32 vjet u lezej që ne Berisha, kur ishte president, jo kur ishte Ramizi, që ajo hyn në rangun e komunistave, të quajtur komunist, po më komuniste këta s'ka pa të historia. Kanë qenë 1824 deputet për këto vite, për 3 dekada e gjysmë. Që të gjithë i kemi emrat, mbi emrat çfarë kanë. Pavarësisht se do një paramet ka vdekur nga aksidenti, apo nga vrasja njëri me tjetrin që bën këtu në tokën shqiptare. Me këta harragant që vrasën njëri tjetrin. Të gjithë janë në listë, që të gjithë janë çfarë kanë më shtëpitë të tyre. Do kontrolloj, nëse do një e ka bërë me djers atë shtëpi, ne jemi gati të japim edhe një tjetër, gratis. Por jam i bindur 100% se kanë vjedhur, kanë vrarë njerëz, kanë shitur femra, kanë shitur fëmijë të vegjël, i kanë shpërnë me zor për të detit, me ato gomanat që janë, me varka të shpuara, që edhe të vriqin në mes të detit, të mbyllin, të likuidonin. Po këto janë djemët e shqiptarëve që janë bërë. Pra, do arrestojnë dhe ata. Por po e them këtu ta di shqiptarët, që është përhapur në Shqipëri që po edhe unë shkoj 5 vjet burg, punë e madhe, kam $10 milion. Dashur shqiptar, para se të arrestohej Ilir Meta, ai s'ka asgjë e flinte ke një shok. Po, janë para. Ne i dimë ku janë të fshehura, keq. Po çdo vilë, çdo apartament është bllokuar të dashur shqiptar. Çdo para që është zënë për bankat ja zënë mbi $5 bilion janë për ju të dashur bashkëdhetar shqiptar. Vilat e tyre do të jenë tuaj gratis. Pra, zonja gazetare dhe zotrin shqiptar dhe vëllezërit e mi, kudo që jeni, arrestimet janë shumë. Filluan arrestimet. Filluan më përpara në masha që zinin me dorë, e kam fjalën që qushin drogista, trima, fillovi në Durrës, por sot janë në Elbasan. U kanë marrë telefonet në bashki, e kryetarit të bashkisë, e disa të tjerëve në bashki, edhe 4 deputet që janë të Elbasanit. I dim edhe emrat, po nuk po i themi, u marrë telefoni. Arrestimet i keni për ditë, të dashur bashkëdhetar shqiptar. Pra, gazetare, keni më? Nëse keni ju diçka për të shtuar, profesor? Po, të dashur shqiptar, sot edhe dije kanë qenë në Elbasan. Jam bërgati për arrestime. Shumë shpejt do shkojnë në atë qytet, në atë krahin që unë kam jetuar në kampin e internimit në Shtyllas, që quhet qyteti i Firit. Edhe atje, ata policisat të Firit e kam fjalën për shefat, bën gati, edhe atje arrestime. Edhe Shkodër,
e nëmëror. Unë po flasë për para kamerit këtu, e gjithë atyre që quajnë si drogista, si terrorista. Unë e di që juve nuk jeni as terrorista dhe as drogista. Tregoni të vërtetën. Tregoni të vërtetën kush u ka shtyrë, cila parti. Ne e dim. Thoni realitetin dhe nuk do bëni një ditë burg. Thoni se kush u organizovi të Durrësit. Është Edi Rama, kryetari. Thoni cilët deputet se po minim qafë fëmijë tuaj në përburgjet. Tregoni realitetin, nuk do jeni një ditë në burg. Ne u dim ku jeni. Dhe disa, nuk po e them emri, sidomos dhe kryetari që u arrestua i Durrësit, a ish familje të vëllain e tij e kanë vrarë në mes të Durrësit në kohën e regjimit komunist. Unë po i drejtohem në kemër, trego të vërtetën, ke fëmijë, ke motrën, ke fisin, ti je një familje që e dëmtuar nga komunizmi. Kurse binte komunizmit të ngatëruan me droga, si i fort, ti nuk je i fort. Ti ke hyrë në atë valle, dil dhe thuaj të vërtetën. Ne jemi gati që ti të lirohesh, ashtu u them Elbasanit, ashtu i them dhe Fierit, ashtu i them dhe Shkodrës, Vlorës dhe do vjen dhe në Korçë. Thoni realitetin, kush ju u ka përdorur. Kush ju u ka përdorur, ne e dim, u kanë përdorur të dyja partit, që janë Penj Shpretke, Penj Gjaku, janë këlyshat e këlyshve të komunizmit. Nuk thoshin kot dikur më para, është mi poshtër këlyshi se qeni, sepse ka mësuar pe qenit. Pra të dashur shqiptar, e di që prisni arrestimet, unë u kam thënë që më datën 13 qershor do të bëjmë para Skënderbeut. Do betohet gjithë populli shqiptar. Të jetë i gëzuar. Të pijë një gotë ujë i qetë. Të gëzohet për çlirimin e Shqipërisë. Shqipëria nuk është e çliruar të dashur bashkëdhetar shqiptar. Po si mund të çlirohet për 3% me para, si janë veshur, a i shihni këta si janë veshur bashkëdhetar shqiptar, ka mundësi, a i shihni si janë veshur. Ju s'kini buk të hani. Shikoni pra në sytë e njëherë gjithë këta kapedana, këta gjoja trima, këta janë trima peletre. Këta janë ata që u kanë rje për juve. Shiko, kollari i bën $1.000. Ju s'kini buk. Ju s'kini ujë të lani fytyrën që qani, të dashur bashkëdhetar shqiptar. Ju qani këtu në tokën e Skënderbeut dhe fëmijët tuaj qajnë në mbërgim, të mërguar, të detyruar, punojnë punë të rënda, kur toka jonë e ka bekuar Zoti, por e ka dëmtuar njeriu. Ne jemi bërhasmë vëlla me vëlla. Bashkohuni vëllezër. Bashkohu me motrë, shko. Pi një kafe, se e kini zakon, janë mbushur kafenet e Shqipërisë plot për plot, duke pirë kafe. Shko tako e motrë. Shko tako vëllane, ke vëlla, pe i gjaku, pe i nene. Mos shikoni këta, që kanë udhëhequr ju, që e din kë ka nën, por nuk din kë ka baba. Ky lum ka qenë në tokën shqiptare. Afroni bra, njeri me tjetrin. Thresni djalin. Ka filluar baba me djalin hasm. Këtë do. Spionazhi, sërb, rus, grek. Këtë do. Unë jam i bindur
se data 13 qershor do t'jetë data e gëzimit tuaj. Unë s'kishe dërmend ta bënje të dashur bashkëdhetar, sepse unë do bëj qeverin. Ne kemi Chelsea. Ne i kemi bllokuar këta më të 4 anët. Nuk lëvizën dot. Se fytyra e Edi Ramës po të ishte e gëzuar, do qeshte, do fillote do tallshe përsëri. Shikoni fytyrë. E di çfarë mendon dashur shqiptar? Do jemi lumtur, thot, të shkojë një herë ke urat e Parizit të fle. Se ishte i lirë ati. Ashtu thoshte edhe i liri, mua vjen keq për fëmijët e tij. E i liri hypte në përtaraca, në përhekura, i binte gjoksit, jam trim, e pra, qa trimi është? Ka 2 ditë që nuk është normal në burg, ne i dim çdo gjë. 2 ditë, vërtet. Po i le pa gjumë e të burgosërit e tjerë, që janë të pafajshëm në atë burg. 95% janë të pafajshëm, se janë burg për një dritë. Pra, a shgoni fytyrën, shgoni si shgoni. A shgoni si qëndron, a shgoni si shgon, nuk i shgon ata. Po sytë e ti janë edhe ai se di, kur si thot me vete, a dojem të takoj njëherë presidentin e Francës që goditi e shoqja. Ja pra, kjo racë është në Francë. Kjo racë është në Evropë. Kurse ne kemi një sendër, kemi një ligj, kemi një kanun. Përpara shqiptarët thoshte burim, urdhon, sot u vjen turp. Se s'ka një gotë ujë të japin. Pra shqiptarë ju e keni në dorë, ne vërtet kemi Chelsea. Nëse ju doni këtë kushtetut, e keni gati. Nëse doni të jetoni 100 herë më mirë se evropianët, është gati. Ministrat janë, si në qeveri teknike dhe në presidencë. Pra, do dëgjoni, unë kam njoftuar këngëtorët që flasin për mirëgimin, flasin që nëna i pret me shkop në dorë. Ajo nënë që kam nxjerrë në fotografi është reale bashkëdhetar. Jo nëna që pret, po pret dhe Macja, që është pranë nënës. Edhe ajo pret. Edhe ajo pret, thot, o nën, pse s'mje buk të ha? Macja i thot plakës, a s'ka për vete. Është e veshur me këpucë të lagura. Me lot, shikoni si është, e dashur bashkëdhetar, shqiptar, që është jo për të qarë, po për të vënë duart të kokë. Ka arritur në këtë gjendje. Kurse rrugaqëria e atyre ministra që erdhë para sa ditë, panin, pinin, në për hotele, u shpinin edhe femra. Edhe ma i shkuj. Në tokën e Skënderbeut. Pra të dashur shqiptare, betohem para jush, nuk do të ketë drogë në tokën e Shqipërisë. Po do ketë, me ligjin e kanunit, gruaja martohet me burrin. Pamarësisht se këta rrugaqër më në krye Sali Berishën, Amor Sali, e bëre në kushtetut të martohet femra me femër. Je ke bërë? Bashkë me Edi Ramën, bashkë me rrugaqërinë. Je e bërë. U bëj një provë, por nuk do ketë në tokën e Shqipërisë, që është toka e lyer me gjak. Pra, është toka e Shqiponjës, Maqedonia. Qamëria jonë e bukur, ajo qamëri, që edhe fëmia në bark e vranë. Ajo Kosovë, e mbani mend, me naftën e Shqipërisë, karvani
që nga krahina jonë, Kosovë, vinin në nëna Shqipëri, Sërbët duke vrarë. Por, Amerika, ajo që do Shqipërinë, ka hyrë brenda 5 minute, pamarësisht se Berisha e firmosi jo. Kosovarë duhet ta dini, Rugova e firmosi jo, të vinte Amerika. S'kur do pyeste Amerika këta. Amerika nuk pyeti Kongresin e Amerikës. Amerika nuk pyeti Senatin e Amerikës. Amerika nuk pyeti Kombet e Bashkuara, United Nations, nuk e pyeti. Por, Cliftoni lexoi një letër kur avionet ishin në tokën tonë. Pra të dashur shqiptar, unë pres çdo ditë më vin njerëz me lot në sy, intelektual me diploma, me doktorat, që nuk janë në punë. Sepse llumi është në punë. Intelektual shumë shpejt dojeni në punë, nuk është me vite, po është me ditë. Të dashur shqiptar, miru pafshim, nesër, natë në mirë, prisni gjëra të mira, natë në mirë. Të dashur miq të televizionit Shpresa, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.